pa asnjë dyshim, domethënë kanë qenë të gjitha arsyet për të gjetur një zgjidhje dhe në fakt racionalisht nuk i kupton dot këto zgjedhje, thashë në fillim. Por opozita nuk ka pasur as minimumin e vullnetit për ta gjetur një zgjidhje. Unë besoj shumë që opozita e ka pandar mendjen që në natën e zgjedhjeve të 20 dhjetorit, duke e ditur që në mars, respektivisht në prill, përfundon mandati i Presidentit të Republikës për ta quar sërish vendin në zgjedhje. Opozita e bën një kalkulim të thjeshtë, domethënë, dhe kjo nuk shpjegohet dot pa kthyer mbrapa në vitin e kaluar. Ne kemi humbur vitin 2025 për shkak të bllokadave për sa i përket konsiderimit të kuvendit dhe për shkak të refuzimit për të bashkëqeverisur me lëvizjen e ndosje. Opozita po kalkulon që duke dërguar në zgjedhje të shpeshta Kosovën, qytetarët, pikërisht ato dhe ju, e humbin besimin tek institucionet, tek politika, tek zgjedhjet, tek fuqia votës së tyre dhe kësaj nuk dalin në zgjedhje dhe rrjedhimisht dëmtohet lëvizja vendosje. A mund të ta bëj pyetje në inversion, pra ndryshe, a mund ta kishte shmangur vetëvendosja si forca me madhe majoritare dhe si përgjegjësi më të madhe politike që ka për situatën në Kosovë, që të kishte rikonfirmuar edhe njëherë Vjosa Osmanin për një kandidaturë të dytë, duke e ditur se Kosova është lodhur nga proceset zgjedhore dhe duke ditur se institucionet kanë qenë në ngërës të bllokuara dhe në fund ditës kishi mungesa alokimit të fondeve, kishit një lloj situate me institucionet shtetërore për çështjen e pagave, por nga ana tjetër dhe mungesën e fondeve që vinin nga Unioni, nga Bashkimi Evropian për shkak të kësaj krize. Pra, a ka qenë Vjosa Osmani Chelsea ku duhet të kishte bërë apo të kishte lëshuar pesë, siç keni patur edhe sloganin e fushatës lëvizja vetëvendosje për ta patur Vjosa Osmanin në mandat të dytë dhe të ishte shmangur kjo situatë? Së pari nuk kemi pasur slogan të fushatës, të zgjedhjet e 20 Mos lë shope? Mos shope, po, mendova që ketë ndërlidhur me presidentin. Jo. Mos shope dhe 500.000 zemra kanë qenë të zgjedhjet e kaluara. Pas një dyshim mos shope, për siguri dhe begati ka qenë slogani i lëvizjes vendosje në zgjedhjet e fundit. Zonja Osmani nuk i ka pasur asnjëherë votat në Kuvendin e Kosovës. Dhe po e them, qëndrimet e partive politike në raport me zonjën Osmani janë të vërteta vetëm para 5 marsit. Pas 5 marsit, ato deformimet dhe devijimet janë krejtësisht në funksion të zgjedhjeve tashmë të paralajmëruara dhe të ditura. Domthonë, deri më 5 mars, LDK jo vetëm që nuk ka pasur mbështetje e vot për zonjën Osmani, por ka qenë një nga kritikuesit më të ashpra për zonjën Osmani. Pa llogaritur këtu PDK-n që asgjë ka menduar ndonjëherë madje as 5 marsit se mund të marrë pjesë në procesin e votimit për zonjën Osmani. Pas 5 marsit, do ta them edhe një gjë tjetër. Po të lexohej përkraja e lëvizjes vendosje për zonjën Osmani, do të kishim një refuzim edhe më të ashpër të LDK-s dhe të partive tjera politike për zonjën Osmani. Domethënë, thjesht në cilin do verzion, zonja Osmani nuk i ka pasur votat. LDK ka 15 deputet, ata nuk janë unik, të paktën 5 deputet kanë deklarata dhe qëndrime të ashpra publike kundër zonjës Osmani. Nuk do ta votonin asnjëherë dhe kanë thënë këtë hapur. Domethënë, meqense janë 15 deputet, edhe pse është grup i vogël, ata nuk janë homogjen në vendimarrjet e tyre dhe të veprimit të tyre. Krejtësisht, domethënë, emri i zonjës Osmani përdoret dhe lakohet edhe në diskutime, le të themi, në studio televizive, përfshirë edhe këtë intervistë, në funksion të zgjedhjeve tashmë të shpallura. Por kushdo që ka pasur preokupim te kalimin e krizës dhe zgjedhjen e presidentit, e di fare mirë që kjo gjë nuk ka qenë mundur në këto rrethana, në rrethonat e pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Unë po ta them një element. Ne kemi ofruar PDK-s ta propozojnë presidentin. Ato kanë refuzuar. Imagjino, kanë refuzuar ta propozojnë njërin prej tyre për president dhe ju thuani që do ta përkrahani zonjën Osmani. Por ky është një proces i tejkaluar. Rustemi, në artikulimin apo ndër deklaratat e fundit që ka patur Albin Kurti kur u pyet nga gazetarët për çështjen e zgjedhjeve, tha se krizat me patjetër prodhojnë edhe kriza. Një proces zgjedhor që mund të vijë është një dëm ekonomik për Kosovën, 10 milionë euro. Pra duket se çështja e gjithë shpenzimeve të një procesi zgjedhor e shqetëson ndjes Albin Kurtin. Por, në momentin që mund të bëhet një kalkulim apo një lloj projeksioni i brendshëm që unë besoj që e keni ndoshta se artikuloni, dhe unë besoj që me një lloj vetëdije për shkak të mungesës apo kohës kur përkojnë zgjedhje që nuk e keni diasporën në Kosovë, mbase nuk do të merrni atë mbështetje që keni patur.
me gjasa sërish nëse nuk do të keni koalicione ju me një parti që vjen nga opozita, po vetë opozita nuk do të formojnë një qeveri. Shkon sërish Kosova në këtë lloj situate, në këtë lloj ngërçi dhe në këtë lloj kolapsi. Si mund të evitohet? Çfarë përpjekjesh të brendshme mendon se duhet të bëjë lëvizja vetëvendosje që të paktën ky proces zgjedhor i 7 qershorit të krijojë një qeveri? Opozita duhet të çlirohet nga planet Ogur Zeza për të penguar dhe për mos të respektuar vullnetin e qytetarëve të shprehur në zgjedhjet e fundit. Domethënë të njëjtën gjë kanë bërë edhe në nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Domethënë opozita praktikisht në Kosovë nuk po e njeh rezultatin e zgjedhjeve, por ndryshe nga vende të ndryshme, mbase përfshirë edhe Shqipërinë në ndonjë rast, kur është diskutuar rezultati ose kontestuar rezultati i zgjedhjeve, këtu formalisht pranohet, por praktikisht nuk respektohet. Qytetarët e Kosovës e kanë votuar 51.1% lëvizjen vendosje, është rezultati më i lartë ndonjëherë në gjithë historinë e shtetit të Kosovës, madje edhe që nga pas lufta. Është të kaluar edhe vetë presidenti historik Ibrahim Rugova, që ka pasur rezultatin më lartë. Po, mos harro dhe momentin kur u zhvilluan zgjedhjet. Kishin diasporën në Kosovë. Po, nuk është e diskutueshme, por lëvizja vendosje ka pasur 50,02% në vitin 2021. Edhe në vitin 2021 kishte të kaluar, domethënë 2021 ka qenë rezultati rekord në Kosovë. Pastaj rezultati që kalon në 2021 është rezultati i 2025-s. Por ne të them pa ndërprerje të shprehim mendimin. Opozita duke qenë se është bindur se nuk e rrezon dot lëvizjen vendosje të Albin Kurtin me mjete politike demokratike, atëherë po përpiqet që të në mënyrë konjunkturale të krijojë rrethana të tilla që lëvizja vendosje ose pamundsohet nga qeverisja, duke ngelur qeverinë e tyre për kundër kësaj mbështetje të madhe popullore dhe duke përdorur secilin rast që i jepet. Dhe e dyta duke shpresuar që populli e humb durimin, lodhet, nuk merr pjesë, domethënë e humb besimin në rezultat, sepse imagjino tot qytetari kur 51.1% nuk mjaftoi, çfarë mjafton? Dhe kësaj opozita planifikon, llogarit, shpreson, ëndrron që lëvizja vendosje të bie të paktën 40 deputet dhe kësaj bashkë të gjitha partitë politike opozitare me deputetët e listës serbe të krijojnë një qeveri për kundër fituesit të zgjedhjeve. Kjo natyrisht është e pamundur dhe qytetarët janë të vëmendshëm, por edhe do të ishte një dëm i jashtëzakonshëm politik për Kosovën, sepse do të ishte një qeveri e varur drejt për drejt nga lista serbe, që është instrumenti drejt për drejt i Beogradit, i Serbisë, i Aleksandar Vučićit. Ata as nuk e njohin shtetin e Kosovës dhe e minojnë përdit, madje edhe nuk janë distancuar nga sulmi terrorist në Banjë. Por, në rrafshin tjetër, opozita i dërgon një mesazh qytetarëve të Kosovës, kësaj. O përkrahen edhe voton e vetëvendosjen me mbi gjallët të 2%, për të arritur 70 deputet, e bashkë me deputetet e komiteteve jo shumicë, jo serbe, të arrin 2/3 për ta zgjedhur presidentin, o kësaj qeverisja vendosjes nuk do të jetë asnjëherë stabile se do të përballet me pengesa. Ose ndryshe mund të thuhet që opozita po i dërgon një mesazh qytetarëve, o të përjashtona nga kuvendi, në rastin nuk vetë opozitën, o rrezon Albin Kurtin, duke u barikaduar në këtë pozicionin e tyre të refuzimit të gjithë shkaj që vjen nga vetëvendosja. E qartë, si mendon se do të qaset në këtyre zgjedhjeve publiku, elektorati, votuesi atje, do të tregohet pragmatist, meqense është i lodhur, apo do të bëjë një kalkulim tjetër, pak më të mirë menduar, më të zgjedhur, meqense kanë gati 5 javë kohë edhe për ta menduar? Vitin e kaluar ne jemi përballur me të njëjtat pengesa për sa i përket konstituimit kuvendit dhe zgjedhjes së qeverisë. Sepse kishim 48 deputet dhe kësaj nuk arrinin për 3 vota, për 3 deputet kemi shumicën për ta konstruar kuvendin dhe për ta zgjedhur qeverinë. Dhe qytetarët e Republikës Kosovës në zgjedhjet e 28 dhjetorit në mënyrë milimetrike, për mos thënë mistike, na jep rezultatin fiks 51.1%. Do as sa duheshin për të kaluar ato pengesat sa i përket të konstruimit kuvendit dhe zgjedhjes së qeverisë. Unë i ftoj qytetarët e Republikës dhe këto duhet natyrisht në këto javë do të kemi diskutime intensive, komunikime për ta shpjeguar kontekstin, për të shpjeguar rrethonat dhe për të shpjeguar edhe për të shpërfaqur planin e opozitës. Nuk mund ta dorëzojmë qeverisjen e mirë të lëvizjes vendosje të filluar në vitin 2021
qeverisjen kundër korrupsionit, qeverisjes së drejtë nga brenda, zhvillimore, progresiste e sovraniste përballë Serbisë, duke shtrirë sovranitetin e Kosovës në duart të atyre partive politike të cilat karakterizohen nga korrupsioni i lartë, pasuria e pajustifikueshme e politikanëve të cilët janë milionerë dhe po e mbrojnë pasurinë e tyre të paligjshme natyrisht, dhe të atyre partive politike të cilat kanë kohabituar me strukturat paralele i kanë amnistuar, i kanë lejuar që të sundojnë nevirit Kosovës dhe i kanë bërë pafund koncesionet Serbisë. Kjo është betejë e madhe politike e pasur në dyshim për karakterin e shtetit Kosovës, për demokracinë, për sovranitetin, dhe ky do të jetë edhe le themi lajtmotivi i kësaj fushate deri me 7 qershor. Unë natyrisht pres të ketë pjesëmarrje masive dhe pres që opozita, megjithëse kam humbur besimin, që është e vërteta, që do të reflektojnë në ndonjë rast, por duhet ta marrin një përgjigje të qartë nga qytetarët e Kosovës. Përsëris, i kemi ofruar president konsensual, i kemi ofruar 4 ministri të zëvendësisë, i kemi ofruar kryetarin e kuvendit dhe së fundmi i kemi ofruar që dhe s'mund të gjykoni zgjedhjet e fronteve